Derisa diskursi për Evropën mbetet në nivel politikash, Europe House në Prishtinë e zhvendos debatin tek imagjinata e të rinjve në vend. Punëtoria e udhëhequr nga artisti i mirënjohur Jakub Ferri ka qenë reflektim i thellë mbi atë çfarë përfaqëson Bashkimi Evropian për brezin që e synon ta jetojë atë si realitet. Është një nga aktivitetet e shumta të planifikuara për shënimin e Ditës së Evropës më 9 maj. Për 4 orë intensive punë, të shtunën në mesditë, punëtoria ka mbledhur të rinj nga vendi për të ndërtuar nëpërmjet artit një qytet utopik. Në veprat e rreth 15 pjesëmarrësve nuk ka kufi, kushte e kompromise, siç ngjan në realitet. Artisti Jakub Ferri njihet për stilin unik të punës së tij, veçmas për figurat e format e veçanta në punët e tij shumëngjyrshë, për përditshmërinë si tematik e për veprat që midis tjera shprekin edhe ëndrat. Ato janë transmetuar edhe në punëtorinë si produkt paraprijës i ekspozitës me titull "Me art kremtojmë Evropën", në qytetin evropian që krijohet si kolazh i objekteve të pjesëmarrësve dhe me veprat e artistit Jakub Ferri. Ekspozita do të hapet më 9 maj në mesditë. Artisti Jakub Ferri ka thënë se në ekspozit do të jenë 3 veprat të tij. Altina Gashi, nxënëse në shkollën e mesme të mjekësisë Ali Sokoli në Prishtinë, ka thënë se përkundër drejtimit që ka zgjedhur për shkollem, vizatimi e piktura kanë qenë për herë dëshirë e saj, se punëtoria ka qenë mundësi e mirë për ta vazhduar hobin e saj. Jam shumë emocionuar që domethënë jam pjesë e kësaj workshopi. Sa përket punimit tam, kam filluar si një lloj ndërtesë e cila është në formë të një trungo edhe të pemës, ku në degët e saj janë flamoj të cilët janë pjesë e Europës, edhe në përgjithësi pastaj është edhe flamuri i Evropës i cili simbolizohet me 12 yjet e tij. Në punëtori, Evropa që një lloj harte ku idet për të mund të pikturohen, të shpërbëhen e të rindërtohen. Kësaj qyteti utopik i imagjinuar nga të rinjt nuk që thjesht projekt arkitektonik, por edhe prezantimi vlerave si uniteti e diversiteti. Si model për realizim që veprat që shfaq imazhin e Amsterdamit, kryeqytetit holandez ku artisti Ferri jeton e punon. Organizatori i ngjarjeve në Europe House, Angel Berisha, ka thënë se duke e ftuar Jakub Ferrin për punëtori dhe brendimin e institucionit për Ditën e Evropës, kanë synuar që me një artist lokal të mishërohet kultura e vendit në një ditë të tillë. Ne kemi pas idenë fillestare që brendimin të bëjmë të inspiruar nga Jakupi, po pashtu me punimet Jakupit. Edhe nëse jeni në rrjetet tona sociale, shihni që gjithçka e ka pak karakterin e punimeve të tij, edhe në këtë rast kemi vendosur që përpos elementit të dizajnit brandit në general të Europe Day 2026, kemi vendosur në kriju këtë punëtori. Ai ka ilustruar se si puna e pjesëmarrësve ka për model punën e artistit Jakub Ferri. Kjo punëtori, një prej pikave specifike që e ka është se plot prej punëve të Jakubit inkuadrojnë gjithmonë pjesë nga qytete, po për një paraqitje shumë interesante. Për shembull, një prej punimeve që e shohim edhe në hapësirë këtu është me inspiruar nga Amsterdami. Kështu në këtë rast kemi vendosur që me ftu njerëz, me përdor elementet Jakubit, po të njëjtën kohë me kriju objekte të famshme, të themi të inspiruar prej objekteve të famshme që gjenden në Evropë, specifikisht në shtetet e VE-s, edhe kështu me radha dhe me simbolet VE-s, edhe kështu na po mundohemi si përmbledhje e krejt aktivitetit, me shndrua edhe një ekspozitë e cila do të hapet bashkë për 9 maj në Ditën e Evropës. Ekspozita premton të jetë dritare për të parë Bashkimin Evropian përmes syve të një brezi që nuk e sheh atë si një projekt të largët, por si hapësirë të cilën mund ta formsoj vetë nëpërmjet artit.